Ka shpresë, Liridona Demaj mund të jetë gjallë. Në një zhvillim të papritur që ka tronditur opinionin publik, ka lindur një shpresë e re në lidhje me fatin e Liridona Demajt, gruaja e Naim Murselit, e cila u konsideruar e vdekur pas një krimi që tronditi vendin. Raportimet të fundit sugjerojnë mundësinë befasuese që Liridona mund të jetë gjallë, duke hedhur dyshime serioze mbi të gjithë narrativën e ngjarjes që njihej deri më tani. Sipas burimeve të paverifikuara, një grua me tipare identike me Liridonën është para kohë të fundit në Itali. Ky informacion, dhe pse ende i paqartë dhe i paverifikuar plotësisht, ka ndezur shpresën në zemrat e shumë njerëzve që kanë ndjekur nga afër këtë çështje tragjike. Ekspertët e zbulimit të krimit dhe analistët e medias janë shprehur me rezerva për këtë zhvillim të ri. Ata theksojnë se në raste të tilla është e rëndësishme të ruhet kujdesi dhe të mos nxirren përfundime të nxituara. Megjithatë, ata pranojnë se nëse ky informacion vërtetohet, do të ishte një nga rastet më të jashtëzakonshme në historinë e krimeve në vend. Familja e Liridonës, e cila ka kaluar muaj të tërë në zi dhe dhimbje të thellë, është kontaktuar në lidhje me këtë lajm. Përfaqësuesit e familjes kanë shprehur një përzierje ndjenjash, shpresë të kujdesshme, por edhe frikë për të mos u zhgënjyer përsëri. Ata kanë bërë thirrje për një hetim të plotë dhe të shpejtë të këtyre pretendimeve. Autoritetet ligjzbatuese kanë filluar të shqyrtojnë këtë informacion të ri. Një zëdhënës i policisë ka deklaruar se po merren seriozisht të gjitha pistat e mundshme dhe se po bashkëpunohet ngushtë me homologët italian për të verifikuar vërtetësinë e këtyre raportimeve. Psikologët dhe ekspertët e traumës paralajmërojnë për ndikimin emocional që ky lajm mund të ketë të të afërmit e Liridonës, veçanërisht tek fëmijët e saj. Ata theksojnë nevojën për mbështetje të vazhdueshme psikologjike për familjen, pavarësisht rezultatit përfundimtar të këtyre lajmeve. Komuniteti lokal dhe më gjerë ka reaguar me një përzierje ndjenjesh ndaj këtij lajmi. Shumë shprehin shpresë dhe lutje që Liridona të jetë vërtet gjallë, ndërsa të tjerë shprehin me skepticizëm dhe frikë se kjo mund të jetë një lajm i rrem që do të shkaktojë më shumë dhimbje. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.